sa bukur duket ky shall e të do ta mësojmë sot. Do të rikon kafe, ta kombinoj me këto streshet e zeza. Rikuja është shumë e gjatë. Kam përkthyer vetëm kopsën e parë dhe kopsat e tjera nuk do t'i kaloj sipas radhës, por një kops më tepër edhe këtë që kam lënë bosh, do të kaloj kopsën poshtë edhe tek tjetra, jo këtë, por këtë, një kops më poshtë, edhe me këtë tjetrën që mbeti, këto palët e bëjnë trikon nëse duket aq shumë e gjatë. Kambalet, jam fiksuar aq shumë e shajet këtë vit si të hollë, si të trash. E kam bërë 3 këndësh, derisa të bëhet kaq i hollë. Tani do të marr një unaz tjetër dhe do ta fus tek shalli. Deri në mes, dhe këto e vendosim tek qafa. Qafa ime nuk do duket më si lejlek, përveç se do ri më ngrohtë, do duket edhe më bukur. Tani këtu tek unaza do fusim këto cepat edhe tjetrin. Dhe ja ku është rezultati. Por ju që nuk mbani dot një shall të trash, ama duhet se s'bën që të vendosni një shall. Duket fantastik. Dhe kjo ishte gjitha për sot.